Rikthehet shpresa për të gjetur personat e zhdukur gjatë diktaturës komuniste, të pushkatuar ose të vdekur në përburgje. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe e Rinisë organizoi takim në kuadrin e vënies në funksion të zyrës së të zhdukurve. Ky takim organizohet në bashkëpunim me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Humbur, një organizatë e njohur për aktivitetin e saj në mbar botën, veçanërisht në vendet e ish Jugosllavisë si Bosnia dhe Kosova. Hapja e zyrës që trajtojë të zhdukurit deri më sot do të ketë për qëllim të krijojë një bazë të dhënash fillestare me personat e zhdukur, me të dhënat minimale si emri, mbiemri, gjenia e vendit, data lindjes dhe viti i supozuar i zhdukjes ose rrethanat e zhdukjes. Teknologjia moderne dhe ngritja e laboratorit për kryerjen e ADN-ve i hapin rrugë projektit për gjetjen dhe identifikimin e eshtrave. Gjatë bisedës që pata me zëvendës ministrin më pyeti, a mund të bëhet, a mund të gjenden, janë rreth 6.000 persona të cilët nuk gjenden që nga periudha e komunizmit. Duhet të përmend këtu eksperiencën e vendeve të ish Jugosllavisë. Në fund të konfliktit në Bosnjë ishin 32.000 persona të humbur që nuk gjendeshin. Sot, pas asistentës tonë dhe punës që është bërë nga autoritetet në Bosnjë, më shumë se 70% e trupave janë gjetur dhe identifikuar, pra afro 23.000 persona. Kjo tregon se personat e humbur mund të gjenden dhe identifikohen. Kemi një sistem tepër të sofistikuar për identifikimin nëpërmjet ADN-s. Ofrojmë asistencë teknike në mjekësinë ligjore dhe në antropologji. Që prej instalimit të regjimit diktatorial në Shqipëri, vlerësohet se janë rreth 6.000 persona, eshtrat e të cilëve nuk janë gjetur ende.